Ela, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Ma kthe pak këtë qondën pak kështu që mu dok çfarë qondë është se sem të pa mirë. Po s'ka rëndësi, po. Të përqen çantat. Çfarë është kjo? Është Mos i bëjmë reklam, nuk t'i bëjmë reklam sepse nuk na japin falas. Guess është kjo? Jo, Gucci ma. S'është Guess? Jo. Se dalloj, Gucci dhe Guessi, ku dallojnë Gucci dhe Guessi? Janë me gëtë të dyja. Po. Katunor jam unë. A nuk është Guess kjo? Jo, kjo është Gucci. Gucci. E ke marr fallës dikun. Jo, falës nuk e marrë dose, se nuk më pëlqen falës. Mos më bisiklet. Shumë jam i keq. Kallëzë jam shumë i keq, mos ma merr për të madhe. Mi mbroma një herë. Mi mbroma mirë se erdhe. Kam nderin dhe kënaqësinë që jam me ty këto, në emision Fol Shqip Show. Përshëndesim gjithë shqiptarët, gjithë diasporën. Dhe uroj gëzuar festat, kalofshit sa më mirë gjithë familjarët me njëri tjetrin dhe Ela Muja ju don shumë. Apo paramendo. Po paramendo këtë tjetra. Pret. O shkodran, a e dini besën në zemën e që me ke dhone. Aj, pasha nonën të furt, jena në shqiptarët, na lindim. Shqiptarë lind nuk bohesh. Ela, mirë se erdhe, i pul më ka hup, a më ka në këshi jo? Shumë afër në fakt, po pula këtu në Zvicër s'kemi, po të kishe do vinte. Tashi prej natyre, si këshi, kom drejt me bo pytja, apo jo? Duhet bësh pytje, po gjithmonë brenda normave. Po, brenda normave, absolutisht, jashtë normave ne në emision familjar. Po, se ka emisione se të provokojnë, besoj se ti se të kam komshi, nuk më provokojnë. S'kam pun me emisionet që provokojnë, s'kam pun me banalitete, me gjona, jo që s'dim me bo. Edhe ne dim me fol banal, edhe dim me fol epist, po jo, ne kemi dëshirë me paket emision me nanën, me babën, me gjyshen, me hallën, me gjyshin, me kej. E kështu që nuk kemi banalitet shqyqër Zotit, edhe jemi më të shikueshmit pa banalitet. Paramendo me bo banalitet. Që s'ja lejoj vetës, as emisionit, as karakterit tim me pas banalitet. Kështu që jetën shumë lloks jetu ma bo. Kjo më intereson, kjo nuk është banal me pyet për shembull. Jo, s'është banal, po... Vetëm çonta që të kushton që aty e jotja, kushton një 200-300 euro kushton, a 500. A kushton? 200-300 euro? Po pse pyet për çmimin se ti besoj jeton Zvicër dhe e din se si kushtojnë firma. 500 euro besoj ban, 500 euro. Po pse transy vetëm kjo që... Po se çaja po më duket si Guess me kon. A din gjot ti që ndoshta kam diçka më të shtrenjtë këtu? Cila? Cila më shtrenjtë? Ndoshta 100-120.000. A dyshon që kam në gjën trup? 120.000 në trup? 120.000 ke diçka në trup? Kjo këto. Unaza? Po tregoj këtu si në Zvicër, se në Shqipëri nuk e marrë vetë as në Kosovë. Na lidritat gjigantë se na shqiptari na. Pa e kishe besu. Na lidritat gjigantë. Se ti po pyetëm për çantën. Dhe javën tjetër natën e mirë. Natën e mirë gjigantë. Cila ke? Ja kjo këtu. Ç'kjo është tu? Po. Ç'kjo është tu? 120.000 franga. 120.000 franga që jo? A është as është? Po se di më i shkrejtu. Ti mund të me marrë me vete shkon Ciri aty, në banë obstrat. E ku ki morë ti ta, Ela, banë me nëzirë pak? Atje në Ciri kur ta nëzirë është me doreza, s'leo. Pash zotin. Vendos doreza ti, pasaj po, jo, sa jap, jo. Unazës... 120.000 euro për që jo? Pa e kishe mendu se kam një gjë më të shtrejt. Jo, pasha zotë mendua se qonta 500 euro mendua. Po ta tregojnë nga që jemi në Zvicër, se në Shqipëri dhe në Kosovë nuk është... A bone regjia me po cila... Ta shojmë edhe... Ç'kjo unaz, për herë të parë pe marrvesh ose dita, u mendova që tu shit me qondën që e ka bje 500 euro. Sa ban që? Po ti nga që më vënë siklet, se në fakt kur më bën dikush një pyetje, tash i vë sikletën nështë detyrohesh me tregu se çka ke më të shtrejt. Po ti e gëzëshme, ama kishe lonë që atë gjesht me qëro një... Jo, as me vetës dhe e kisha marrë andej. Ela, 120.000 euro që është diamant? Diamant është. E vërtet është. Këtu e kam blenë Zvicër, burri ma ka blenë. Burri jo ta ka blenë? Po më së të regëmej se kanë me ta marrë burrin që të regu që është të mëj. Më së të regëmej. Jo, se besoj. Se di, nuk e besoj këtë gjë. Tek burri, e di se më dona edhe se kam këtë problem. Si ka emrin? Shpend e ka emrin. Shpend. Kojshi jena gjigant. Do të vini jatë. I gjysë diamanti me qitë këteka. Ama, ka njerëzit dhe më shumë dhe bëjnë dhurata dhe më të mëdhaja dhe nuk është të reklamojnë, po ti nga që më bërë pyetje më detyrove që do ta se hynem këto para se me dalë të pjesë artistike era. Ja kërkova ta bleu vetë. Ja, ai vetë ma ka bërë dhuratë. Vetë ka bërë dhuratë. As nuk e ka mendu fare që ai po bën një dhuratë të tillë, se unë jam rrit me kushte që nështë me angrë, me pije kemi mendu, po jo që unë të kem dhurata ka që shtrejta nga një burri imi, do më thonë se ka mendu kur. Gjithmonë kam vlerësu dashnin ati, e kam vlerësu si partner.
E tash Po pyetja që unë që vjen ai e më dhuron, jo, këtë se kam mendu, po e falenderoj shumë dhe jam shumë e lumtur, kemi një nuk kanë lidhje shumë dhuratat edhe gjërat materiale, se shumë njerëzit në fakt më komentojnë dhe më paragjykojnë janë mos e don, kjo e do vetëm për lek, ose kjo nuk ka lidhje kur ta dush një person, si janë pyetje fare dhuratat. Ato vinë spontane, ne jena shumë falenderues unë si partnere. Pse u befasove ti kur të thashëm për unazën? Po tash unë se ti grus tane nuk i bë dhurata. 120.000 euro? Ha, po si kur ti kishe, do e kishe bërë. Normal që bëj gora? Pse? Po ti kisha, do ja kishe bërë, po normal se ti partnere e ke. O Ela, dëgjojmë tash e pak. Se 120.000 euro me t'i bo burit dhuratë, mu pe një uftish, mu shtu dashnia për ta. Okej. A pe kupton? Jo, më kupton dhe nuk është se ka pas në lidhje, do më thonë në diferencë, o ma shumë e a shtuhet dashnia o nuk shtuhet? Jo, për mu njëso, unë e du fort që ditën e parë dhe tani dhe kur të plakën dhe deri kur të vdes, unë e du njësaj. Dhe pëse më ka dhuru, jam shumë e lumtur, kam shumë knaqësi, a mo qonë të bëjë diferenca dashnia, jo. Bukur, atëherë, a lejohet me boti po pyetje prapë ajo? Po ti të po prapë. Okej, jo, i sekondash. Se, unë oza 120.000 franka. Me i vu komshi diçka që nuk shkon, nuk ka lezet. A me vu komshi, po a kjo është unaza që është e fejesës? Unaza tjetër, është kjo është e martesës. Kjo është e martesës. Po. Ora, qarë është ora? Kjo është rado. Sa kushton kjo? 4.000 më duket, 4.500. 4.000. Këto që ku e kam njof ma ka bërë dhurat. Dhe ma njofje, në lidhje, ka bërë këta. Po shpend, jem të shku me ndru gjinigji kam. Pse? Po ta maron burin. Jo, përse... Qa kjo bluza veshur, sa kushton? Kjo është shumë e thjeshtë. Qa është kjo? Unë nuk i shikoj sa janë shtrejta, thjesht janë me imazhin tim, mundohem ti përshtas me se njëri është... Vafet sa kushtojnë? Unë e zbukuroj veshin, jo veshja mu. Absolutisht e po, absolutisht e po. Shumë si që mos më pyet shumë për këto gjërat. Bravo qofë. Se biciklet, a kupton? Këpucet sa kushtojnë? O, Alti, mos më pyet se më biciklet të lutem, mos më pyet për gjërat, se njëherë të thash është një gjë më e shtrejtë, sepse më vonë biciklet për çantën, thash a e di se kam diçka më të shtrejtë, edhe prandaj të rratonarit jam me vonë. Okej, bukur shumë. Vetëm po duhet përgëzu. Se jo çdo kush mundet me bo këtë lloj jete. A di pse, se unë jam një njeri shumë i thjeshtë, jam nënë e 3 fëmijëve dhe jam do më thonë një bashkëshorte e një burri të mrekullueshëm. I kanë bo dhe 5 fëmijë, 6 fëmijë dhe 7 fëmijë kanë bo gra. Po jo, po jam person i thjeshtë, nuk kam qef unë dalë këtu për shumë për unë kam, unë jam, ose kam një diamant ose një gjë, po nga që bërë e pyetje, ja që ta thash, tash mos më pyet më për gjërat materiale, vazhdojmë për gjërat e tjera pak më serioze. Se ndoshta e vim siklet të tjera që nuk kanë dhe unë kam dëshirë të gjithë njerëzit të kenë. Jo, unë fola vetë për shantën. Edhe sa do e vogël tjetë, një partner ju asugjeroj të gjithë partnerëve tash që janë fund fejsat. Po. Qoftë edhe një çokoladë, qoftë një gjë vogël me mundësi gjithmonë. Me ble. Partnerës ta respektojnë grua, se gruaja është ajo që sjell fëmijët, ajo që ngro familjen, shtëpinë, është gjithçka. Unë them se një grua është tabak i shtëpisë. Tabak i shtëpisë për vetë. Me ja blej qasaj temës një diamant 120.000 euro, mi balë 15 fëmijë mi kish bo. Po jo, mos i blej një diamant, i blej një gjë që a ke mundësi. Dhe ajo dë ndjesh shumë e lumtur edhe shumë. Po vinë konkurs me mi ja blej 120.000 euro, 120.000 frona. Po ti kishe se besoj që... Po ta kishe mundësinë se besoj që do e kishe refuzu. Bukur shumë. Tashi, Ela, mirë se erë dhe her. Pse 7 vjetë ti e ke pagu qërarë në Zvicër? 7 vite e ke pagu, apo e ka pagu burri, apo jo? Po, nuk e di se A4, A3, A5, A7, për rësi ka që unë s'kam të gjuhu të vi në Zvicër shumë shpejt. Pra, nuk ke negu për marë në Zvicër. S'kam pas dëshirë të vi shumë shpejt. Banesa u pagu në të qëroja marti, e ti nuk këtë është. Do më në burri këtu ti në Tiranë. Edhe s'ke një gjuhu me arë në Zvicër me tu. Jo, nuk ishte shumë dëshira ime, sepse ati e gjeja vetën më shumë e karrierën, se isha në kulmin e karrierës. Kisha punë, kisha biznesin, kisha çdo gjë dhe thesha mos ta prishi këtë rreth që e kam kriju me sakrifica, edhe ti në Zvicër se ku të vish këtu ti e di se je në një vend të huaj dhe këtu të penalizon shumë gjuha dhe shumë gjëra të tjera. Dhe këto e mendoja shumë se kur të vi atje sikur një shtëpi ku shpërngulesh që lund çdo gjë prej vendit. Dhe erdha këtu pastaj me fëmijë të vogël, ai shikon, ndryshon gjërat shumë. Po, domethënë e pa të provu Zvicër, në kuptove si qarë Zvicër? Vija, unë tash i vija të takoja, shpesh vija, gjdo muaj ose gjdo 2 javë. Po s'pëlqente me jetu? Me jetu e kishë, nuk më pëlqente se
T'ja nisish nga fillimi, me një vend të huaj është pak e Po, pastaj vendose, vështirë. si u vendosi, si morë vendimin pastaj? S'kisha rrugë tjetër, sepse ku e ke njeriu në zemrës, duhet bësh sakrifica që të trim bashkë, jo që bëllë mundova që tri edhe pak iko vitet. A i thoi ti, hajde ti në Tiranë jetojmë atje? I thoja, Nuk nikon taj. Dhe akoma mund t'i them, hajde ikim atje se jeta është më e lehtë ose diçka, po tani jam stabil më mirë tani këtu në Zvicër, më pëlqen. Okej, kur Kam vendose... rënë rehat tani. Po, tani? Tani. Basi i bëra, se disa i kam bërë 6 vite, po, 6 vite i kam bërë. Sa ishin të vështira sa vite të vështira i ke pas në këto 6 vite? I kam pas 2 vitet e para njëherë në depresion isha. Pse në depresion qa? S'kishte ditë ndoshta se s'qaja ose se mërzisja, nuk më kënaq në asnjë gjë. Asnjë gjë. Dilja, nuk është se më mungonte ndoshta që mos të kem me dalë ose mos të pije ose i kisha, të gjitha i kisha, por nuk kur rahatoja dot me vendin. Nuk të pëlqen të vendi? Jo. Pra... Se të mungon familja, të mungon shoqëria që e ke atje, të mungon çdo gjë. Okej. A kupton, të mungon çdo gjë. Vetëm ajo pjesa, mungesa e familjarëve. Mungesa e familjes, të mungon dhe nuk e ke motrat, vlezërit, kushërit, që rrit me tak, e shumë tjerë. Unë jam shumë e lidhur me familje, jam shumë e lidhur me fisin që themi ne. Kam qenë ndoshta vajza më e veçume në fisin tonë që unë i thirrja të gjithë, që doja të rria bashkë, të këndonim, të kërcenim, të festonim i ditëlindje, të festonim çdo gjë, dhe ajo ku e mendoja që unë të ndam prej aty në të vi këtu, më prekte shumë. Edhe po, një moment që kam kriju familjen time, tani çdo gjë ndryshon. A jeti me këtë shprehjen popullore që thojnë femra lind në shtëpinë e huaj dhe shkon në shtëpinë e vet? Po, e vërtet është. Është e vërtet? E vërtet është, lind. E vërtet është. Lind shtëpi huaj, shkon në shtëpi vet. Tani jam shtëpitime. Dhe kam kriju një familjen time. Që jam shumë e lumtur, jam shumë e rrethuar edhe me njerëz të burrë që i kam të mirë, edhe me shoqe, me shok, me dashamir, miq, çdo gjë është bo sikur isha në Shqipëri. Bravo qoftë. Dhe tani me fol dikush për Zvicrën, më rrit zemra. A je vajzë tradicionale me gjithë këtë luks që ke jetën luks që bën makinat shtrejta, veshjet shtrejta? Po, jam. A je vajzë tradicionale? Jam tradicionale. Me virën e çon mirë, vira. Po, jam shumë tradicionale, jo pak, ndoshta se mendo se si duke. Kur nuk du t'i vlerësoni njerëzit se si duke në paraqitje, po du t'i vlerësoni gjithmonë çfarë shpirti kanë dhe se si janë në jetën reale. Jo se ti s'dukesh kesh, vetëm dukesh e shtrenjtë, se kështu kesh nuk dukesh. Okej, edhe nëse dukem, du t'i vlerësoj njerëzit shpirtërisht. Unë jam shumë tradicionale dhe kur shkoj në Kosovë, më thot nganjëherë gjyshja, pse s'vishesh sikur vishesh, a di, se çohim në rrjetet sociale, i them gjyshja, si mas venit bëhet kuveni. Bëhet kuveni, po. Edhe duhet vishem sikur jo, nuk duhet bin sy unë tek jo. E kur shkon domethënë te familjarët e burrit apo kur shkoj te shtëpia ime, krejt ndryshe, domethënë ndryshoj, po, se jam. Okej. E vërtet që jam. A ndjesh mirë në Kosovë kur shkon apo ku ndjesh më mirë? Në Kosovë apo në Shqipëri kur shkon? Jam ndjem edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, tash jam bë familja ime dhe ato, dhe nuk është se ka ndonjë diferencë, ndjem shumë mirë, i du fort edhe ato. Po mamin e babin i du normal më shumë se. Normal që po, absolutisht. Po, ama dhe ato i du shumë. Okej. A është absolutisht që është lumturi shumë e madhe kur ke fëmijë, po je nëna 3 fëmijëve, që s'dukesh fare Ela. Për këtë përsëri kompliment. Burri ka meritat këtu, ata dish. Ja, nuk është se i ka vetëm burri, po kështu më ka falë Zoti. Zotin ka falë. Edhe mami që më ka bërë, po jo burri. Burri ndoshta pse burri? A kështu je, a domethënë pse mendon që burri? Po se burri po investon që dukesh bukur. Po dhe ku se kisha burrin, unë e investume isha. E investume apo prej Zotit? Ja, isha, ti po thotë investon burri, unë edhe përpara kam punu dhe kam investu vetëm. Tani ai ndoshta si thashut ka bën ndonjë dhuratë ose i shërbim njëri tjetër se burrë gruaj jemi, nuk do të thotë që unë jam prej burrit, jo. Jam prej vetës, punoj. Jam vajzë shumë punëtore. Absolutisht. A është e stresuar me jeta ti jesh nënë 3 fëmijëve dhe pastaj të kesh gjithë këtë vëmendje prej ndjekësve që ke në rrjetet sociale, jetës që bën sepse për të qëndruar kështu siç je, Ela kërkon shumë angazhim, apo jo? Po shumë është... A kërkon angazhim? Kërkon shumë angazhim, edhe jam Se realisht ti del në herë kështu në market, apo në xhiro, kështu pa lyme, pa rregullume, pa punuar, apo jo? Këtu në Zvicër pak janë njerëzit më të thjeshtë, në Shqipëri nuk kam dalë, po këtu... Në Shqipëri s'del? Jo. A e kupton, është një stres në vete, po? E di pse, se në Shqipëri të njohin njerëzit, edhe thot, po kjo në Instagram si qenë ka këtu live si qenë ka gjë, a kupton? E mirë ndoshta jam, po ki luksi që e përdorim ndoshta sikur sot që jam te ti, ose me një skenë, ose me një vend, nuk është se përdoret supermarket.
Po këtu jam pak më e thjeshtë në Shqipëri, ndoshta edhe isha rregullu pak, këtu jo, se këtu ke shumë angazhime. Unë kam, domethënë, djalin e madh, gocën e kam shkollë, këtë tjetrën e kam 1 vjeçe, vajzën e vogël 1 vjeçe dhe është mundi i madh. Si fillon dita jote deri në darkët? Çfarë bën Ela realisht? Unë zgjom në mëngjes një herë. A ke shërbëtore sepse kam edhe patjetër, pa ato një herë nuk do t'ja kisha dalë sepse unë jam femër e pak edhe jo pak, po shumë e luksit ose e qefit, mendoj që të vishëm akull dhe fëmijët, si vetja du t'i rregulloj dhe ato. Edhe fëmijët i ke me mark? Po, njësoj, ti vesh, ti kref, ti laj, ti pas 3 veti bëj ato, nuk është një bën ndihmë se mund të bëj punë të shtëpisë, po jetë merret me fëmijët merren vetë. Në mëngjes i dërgoj tek shkolla, du t'i marrësh pastaj. Si ti marrë, i stabiloj, mund dalim një udhtim me ta një gjiro në për park ose me një vend, kur ka vendet ngrota se tani dimër. Dhe jam aktive gjatë gjithë kohës. Okej. Ndonë t'ja argëtoj edhe ato. Luksin Zvicër është shtuar, apo është njësej si në Tiranë që si e ke pas? Jo, Luksin Zvicër është shtuar, se puna pak më e mirë është këtu, dhe rrogat çdo gjë është pak më ndryshe. Shqipëri si ka qenë jeta për ty? Mirë ka qenë, edhe në Shqipëri mirë kam qenë se kam punu, kam qenë një gocë shumë punëtore, kam pas gjithmonë, e kam pas mirën të punoj dhe t'jem kjo që jam. Cilat janë të mirat apo të këqijat e Zvicrës? Të mirat e Zvicrës janë që e ke punën stabil dhe në Shqipëri nuk e ke stabil, veç nëse ke një biznes tani, se të heqin ato, se kanë problem, nëse e di ka diferencë puna, këtu je stabil, me punë, këtu më duket më mirë. Këtu duket më mirë. Okej. Bukur. Jeta artistike, do kishte funksionuar më mirë po të kishte jetuar në Tiranë apo tani që jeton në Zvicër? Jo, në Tiranë. Në Tiranë më mirë. Më mirë. I ki njerëzit unë sa herë që shkoj në Shqipëri, shkoj çdo muaj në fakt në Shqipëri, shikoj mamën dhe babin. Aty do më thënë, kur mami mi mban fëmijët, ose e di se jam e sigur, se nga që kam një bebë vogël, do më thënë është 1 vjeçë, nuk mund t'ja lej gjithkujt, se mendoj se po ma gjejnë gjë më mirë t'jem e sigur tek mami. Edhe ike dhe gjithmonë përdor të merrem me muzikën, se muzika është ëndra dhe shpirti, do më thënë prej shpirtit del ajo gjë, dhe kohën që unë mund t'a gjej pak të lirë, ik në Kosovë dhe bëj një projekt, një gjë dhe në Shqipëri, janë njerëzit që më të ofrojnë diçka më të mirë. Ku janë më të mirë, në Kosovë apo në Shqipëri për Në Kosovë, unë në muzikë? Kosovë e kam gjetë vetën më mirë. Për muzikë, për projekte, atje e kam gjetë më mirë. A xhelozojnë shoqëria jote, shoqët, vajzat, sepse realisht kam menduar që vetëm ne meshkujt jemi, po femrat që keni më shumë xheloze ndaj njëra tjetrës se sa ne. A xhelozojnë për jetën që ke, për jetën që bën? Këtë Altin nuk është se nga që unë nuk jam xheloze vetë dhe nuk i shikoj edhe ato. S'm ka rënë herë të merrem me pjesën e xhelozisë, kem shoqe xheloze. A ja edhe teshat me vesh, nëse i lypin ato asetet tua. Kam pas raste që më kanë kërku dhe edhe ua kam bërë dhuratë, se kam problem, jo mund t'ja bëj dhuratë, po jo ti vesh ajo, ti vesh unë, jo, s'munde. Pa nëse i vesh ajo, ti si vesh Jo, mo? nuk e kam këtë tip. Nuk mundem që ta vesh ajo, pastaj ta vesh unë, jo. A ka ndodhur ndonjëherë me të marrë dikush një gjotë shtrenjtë edhe ti se ke vesh mo, ja ke lënë asaj? Po, Sa ka qenë? ka ndodhur 4.000, 3.000. 4.000 euro? Po. Ja ke dhënë një bluzë apo çfarë? Një xhup? Po. Ja ke dhënë një shoqe me vesh? Po, pastaj edhe ke ajo thënë ka maje thonë, se se po e ka marrë. E ke thënë se du mo? Jo, nuk e du, mbaj e thë. Se e ke fiksim këtë gjë? Asaj kishte ngelat shumë fiksim, se ke kam pik. E mendova thash hajde do t'ja jap se s'është ndaj gjë. Dhe shumë pak e kisha veshur. Ti nëse veshur. diçka jep dikujt s'ja merr mo? Jo, nuk ja marr mo. A ma le çato naz me mbajt pak? Por unë nazës të them, nga që ma ka dhuru burri si jap do të kërkuj. Pash mos pësh. Jo, nga ato deri kur të vdes do ta mbaj, se e kam dhurat nga ai. Pash mos pa han me malon pak. Gjërat e mia të personale edhe mund ta jap, pse jo. Okej. Bukur, po më vjen mirë. Po interesant, tash shoqet ta kanë mësuar këtë vest, që ti kur vesh diçka, kur të veshin diçka, sa japin mua. Kërkojnë shpesh? Ti të duket ndoshta si kam shoqe shumë, se unë shoqërohem me shumë goca. A ke shumë askesh? Nuk e di, a ke askesh? Po ti mendon se kam shumë, po nuk është se kam shumë. Nuk është e di unë, nuk njoh mirë Ela. Shoqe, ti thush dikuj shoqe është pak fjalë e madhe për mendimin tem se shoqe sot ketë rralla. Dhe unë nuk është se kam shumë shoqe, kam 2 shoqe që mund t'i quaj shoqe, që vinë tek unë, shkoj unë atje, po tjerat mund të jem. Ato dyja ju beson gjithçka? Ju besoj çdo gjë. Çdo gjë mund t'i besoj. Jam shumë e drejtë me to, dhe ato janë drejta me më besoj. Janë Zvicër apo janë në Shqipëri? Jo, i kam të Kosovës ato, jo Janë të Kosovës ato. Po. Okej. I ke më mirë, domethënë, a shprehesh më shumë me shoqit apo me motrën?
Me motra. Me motrën? Ne jena të lidhura shumë me motrat. Jena 3 motra, po jena të lidhura shumë njëra tjetra. Neves nuk, vetëm që na kanë da burrat, s'do ishim dakord. Burrat, a janë të lidhur si baxhanok bashk? Po, shumë. Edhe baxhanok janë të lidhur bashk? Po, shumë duhem me njëri tjetrin. Bravo. Janë të lidhur shumë. Ndoshta nga 2 orë flasim me njëri tjetrin, më shumë se flasim ne me motrat. Baxhanok? Po, flasim nga 2 orë me njëri tjetrin. I kemi në Londër dhe i përshëndesim. Okej, ju përshëndesim. Bukur, shumë interesant kjo pjesa, shumë e mirë. Po ku kanë dashuri motrat mes vete, mes njëra tjetrës, që dhe baxhanak do të duhen. Jo, interesant është, për shembull, unë kam baxhanak i du fort, më dojnë fort, po nuk është. Po besoj dhe motrat shkojnë shumë mirë bashkë. Ato shkojnë më mirë, ato në stop rinë bashkë. Po unë për vete me baxhanokët e mi shihem shumë rrallë, pse i du fort e më dojnë fort. Edhe në gjohemi shumë rrallë në telefon. Edhe ato nuk është se shifen shpejt, nuk janë afër, janë në Londër ato. Apo në telefon që po telefon, po, flasin nga 2 orë. I them mua vash më se habitëm, më fundjava ti flasin shumë bashkë. Janë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Shkoni ju në Angli, vizitoni, vinë ata? Po, kemi vizitë, edhe ato vinë këtu. Bravo. Shumë mirë. E tashi, ku ke ngel artistikisht? Ku je? Çfarë ke bërë? Shumë mirë jam artistikisht. Ti e di se unë me muzikën e kam hobi më shumë. Po gjatë kohës kam dëshirë t'jem në për evente familjare, t'jem në për dasma, po punoj mirë, po punoj fuqishëm, besoj. Kam në për dasma? Kam dëshira avash, po je shumë shpejt, se kam domethënë gocën e vogël, po duke i mbaru disa projekte, pse jo? Okej. Këndoj shumë bukur, pse mos marr pjesë. A, këndojmë diçka bashkë? Po këndojmë, po zëritar si na del. Hajde, prit! Aja shqiptar! Vesh shqiptar, të gjigant. 120.000 franga një unaz, ku... Pse po thua ashtu? Qysh mërë po thom hera parë që pe shof një unaz t'il. Une, shumë interesant. Ela, urdhëra. Ke mundësi ta këndojmë një këngë bashkë? Ta këndojmë këtu? Ha. Se di Altin, është të varet si na del zëri dhe... Po le dali si dali. Se si jemi mirë se kemi 4 orë që të presëm ty këto. Dali si dali, ja, 4 orë si ke, se shkove një herë erdhe prapë... Se di, i të na vu siklet për qarë kongë. Hajde një kongë, do ta këndojmë, një strofë, jo gjithë kongën, jo, një diçka do këndojmë këtru a kapela. O, ku je zenon, o shkodran, a e din besen zenon qem ke vane. Konga fiksim që kam. Së bëjsh këngëtar ti, se kam të gjithë shumë herë unë të këndu ty. Po s'di me këndu, ju po s'di me el. Po jo, mos e zori mirë trin. Po ne herë kështu. Po ka këngëtar që s'dim fare edhe këngëtar. O me hynë studio me i prejka të butonë ato, boj nami në të thonë drejten. Po pra, kam dëgju me të vërtet, kam dëgju. Salut, kam të erdhur, unë për ty, sa shumë ty të kam dashur, më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty i pasur, ej. Kam zoso, da, dije, po kam 4 orë që të presë mo. Po 4 orë të më kundasën pa në prej, o ja. Po nuk lodhe, shkon flem, pushon, disponosh, pi, shkon si zonja ty e kurume, nuk shkon e lodhur. Çfarë është projekti fundi që ke bërë, Ela? Projekti fundi e kam bërë një bashkëpunim me Fidaim Aliun, se dia e njeh si këngëtar, kemi bërë një këngë shumë të bukur, kam edhe një surprizë për veten time, është ajo për ju. Se unë e din ti se do bëj dasëm, se burri më ka propozu të bëjmë një dasëm mbas 10 vjetëve. Shkunë edhe 120.000 franga tjera. O, thamë përveqesh. Shkunë edhe 120.000. Ja, se 120.000 se besoj që shkon një dasëm. O shpen, nale dore, no shpen. Do jesh i ftuar ti bashkë me nusën. Faleminderit. Edhe do e kemi të White Garden në Gusht. Në Prishtinë? Në Prishtinë. Okej. Dhe aty do hangër një reklam. E hangër një reklam se meriton. Reklam, ule çmimin të paktën. Ule çmimin se na ka ul, besoj. Okej. Përsi e publike ka ul çmimin dhe i falenderoj shumë. Okej. Edhe do ta kallim besoj, dhe këngën e kam bërë për dasmën time. Okej, çfarë kohë e ke dasmën dhe janë the? Po datën s'po e tregojmë se si dihet, s'është mirë ti tregojmë planet, po ngusht e kemi, ngusht. Në 2026. Ngusht e kemi. Okej, ngusht. Hajde. Ti di se kur shkojnë atëherë ku janë pushime që shkojnë gjithë shqiptarët, andaj se du t'i kemi afër për ftesat. Absolutisht. S'na vjen kush me apo sofat besoj, a? Pas kemi me kallë aty. O aman, a kush është këngëtare? E ke zgjedhur muzikën? Po, e kemi zgjedhur Ylka Kuçi. Kush? Ylka Kuçi. Ylka Kuçi. Vetëm ajo është? Ne përshëm po. Kemi edhe këngëtar tjerë, po ndoshta kjo është më kryesorja. Pra kjo është kryesorja e saj. Po, Ylka. Do kemi edhe këngëtar. Këndon shumë mirë Ylka Kuçi. Po, këndon shumë mirë dhe e adhuroj unë si këngëtare dhe unë kam qenë ajo që e kam përzgjedhur, se e kam shumë për zemër si këngëtare. Pas me pio gjiganta mu kënaqë në Gusht. Opa, jasha Prishtina, ja unë kisha shpirtin Kosovës. Zemra kam me mos me konë Kosova, na.
Ata thojnë mos me kon diaspora, po na mos me kon Kosova s'u me jetu. Një lloj, kështu reciproke është. Ju mos me kon diaspora, na mos me kon Kosova. Edhe Shqipëria. Patjetër se po, unë nuk ne mundem. jemi Nuk ne na rrit në Shqipëri, në fakt edhe jena të Shqipërisë, po ne na ka dhënë baba në Kosovë. Duket se gruaja ty të ka bërë për vetën Kosovë mu burri, dhe prandaj po e lavdroj më shumë, se unë kam komente shumë të pse lavdron Kosovën kaq shumë. Jo, unë Kosovën e quajt Shqipënisë, prandaj e lëvdoj. Okej. Nuk e quajt. Shumë gjëra pak thojna diferencoj. Ideja është që Kosova për mua është Shqipëri ela, edhe du sikur Shqipërinë, nuk muj me dosht as si centim më pak, një lloj. E kështu që s'më. Po tash më qenë se dasmën se ki bon Tiranë, e ki bon Prishtinë, nuk folëm për Kosovën. Po tash po dasëm, s'po bëjon. Po ta kisha bërë, ta kisha për Shqipëri. E kisha tash burri. Do kisha qenë interesant me bë ndoshta Shqipëri. Një natë aty natë atje. I shkon shumë interesant. Më na qut në dy enat me kall. Masi shpendi Spjanal ka dorën. Me bën ditë. 120.000 ndaj për qytet, 60 në Prishtinë, 60 në Tiranë. Po jo, mos se jemi të martu që në fillim, a di tash I kemi edhe fëmijë, ndoshta pak më ndryshe. Shumë interesant kam djalë. Bravo, inshallah vetëm me të mira. Diçka artistike kam menduar. Vetëm urime edhe jetë lumtur. Ela, kjo është më e rëndësishme, ja shëndetim mbi gjitha edhe jeta e lumtur. Ke plane artistike tash me bë këngë tjera apo do me vazhdu karrierën the, do me kam 3 këngë që si kam hedh akoma, kam bër tani që ishin festat e fund vitit, ishin ngjyrimet, I bëra një kam bërë në fakt tani, se nuk është se... Po ku bërë ti këtë? E kam bërë të Shpëtim Desku, që e përshëndes shumë, e kam shumë për zemër dhe atë. Është njeriu që ndoshta ma shumë ka marrë për zemër mu. Të pëlqen? Kush? Që po ta them këtë? Ja, kam pëlqim ndaj femrave, jo ndaj meshkujve. Okej, jo që është mashkull, po është njëri që ndoshta më ka bështet muzikë më shumë se të gjithë të tjerët. Okej. Bukur. E përshëndesim edhe në Shpëtimin. Edhe të përshëndes shumë. Qa desha me thonë, diçka tjetër? Ja kërkova këngë që të ma hedhe pak më para, po se bërej dot, se me tu marrë me artistat më dhaj, ne të veçlit si jemi gjë. E kështu? Po atëherë... Kjo s'm pëlqen fakt. Tu se pas ka bo mirë. Kjo s'm pëlqen fakt, po. Tu se pas ka bo mirë. Me ka budis fakt që tu. Altin, unë kam pas shumë dështa, më kanë shkruajt në Instagram, pse s'isha moderatore të këti? Sepse nga që patëm fol bashk. Kush ka shkruajt? Shumë njerëz. Po se erdhe më ti po diasporës, jo. Po te erdhe në aeroplana për më. Son Tiranë, son atje. Kjo ishte arsyeja që unë shkoj shpesh në Shqipëri. Po tregoj pra njerëzve që s'është faji unë. Unë shkoj shpesh në Shqipëri dhe nuk është se gjindem këtu. Ju që keni pyet erën kjo vetëm në aeroplana rrella. Son Tiranë, son Kosovë, son Zvicër, son Tajland. Nuk ka dëshirë të Ku më e di do ku më morën të mbyllet kudo. Pra. Po tani kam edhe punë, kam edhe një biznes të vogël, që merr me thoja me çerpik që I kam, edhe me make-up, po make-up pak më pak po përdorin këtu në Zvicër. Po I bën vetë këto apo ke punëtor? Jo, edhe vetë nga një herë, shumë pak vetë jam e ngarkuar me fëmijët, ama punëtore. Kam 2 goca, që I përshëndes, edhe tani të merresh edhe me fëmijë, të merresh edhe me qefet e mia që I kam, edhe me muzikën, edhe me shku në Shqipëri se merr malli për mamin e për babin shumë. Tani mes qefeve, mes muzikës, mes Shqipërisë, mes biznesit, cilën do zgjidhje? Mes edhe një herë? Mes qefeve tua që I ke. Qefet po? Janë futet muzika, futen këto shëtitjet, daljet, gjorat, blerjet. Po. Këto unazat. Okej. Biznesit. Më lëri të gjitha ato, unë zgjedh familjen, prandaj dal shumë me të dhe shijoj, se jeta shumë e shkurtër është. Aq shumë sa më mirë ta shijojmë me aq pak sa kemi. Bravo. Kjo ishte për prit. Ku ishte kjo? Jo. Thesha të lyp. Kjo ishte për të atrakitje, Kevin. Faleminderit. Bukur, shumë e bukur ishte kjo, Ela. Ela, kam një pyetësor. Hajde një herë, inshallah si ketë. Ti bëj disa pyetje, Ela. Me qenë nuk janë shumë, janë pak, në 10 pyetje I ke. Hajde 5 mjaftojnë. Ela Muja, këngëtare prej Kuksi që jeton në Lensburg, Kojshike, ashtu me fol shqipshon, sonde në fol shqipshon për të promovuar diçka ke Ela, në I këngë diçka ke për promovuar sonde apo jo? Unë do I promovoj të gjithë këngët e mia, mund t'i shikoni në YouTube, po këtu s'kemi asnjë që ta ndjej. Okej, do më thonë vetëm YouTube. Mjafton Ela Muja me shkruajt. Muja të gjitha dhe aty I kam. Bukur. Atëherë, Ela. Këngën e re akoma s'ka dalë se do e dëgjoni është shumë e bukur. Kënga re, kur do dali? Besoj edhe një javë del. A do mundesh me arë për programin e festivit që kemi ne? Po, do mundem, kismet. Me këngën e re? Mund të vjetë me këngën e re. Me këngën e re. Po, du t'ma thirrësh edhe atë që e kam bërë bashkëpunim. Me kë? Me Fidaimin. Se Diana vjen, po, është këngëtar shumë I mirë. Se e kena rafsh. Po, rafsh, po e meriton ai që ta thirrë, se e kenë Zvicër, pse jo?
A do zgjidhje një hit botëror Ela Muja, por pa asnjë koncert. Pra do më thonë ti kjo kënga re që kime bo, ndoshta bëhet hit botëror, por nuk fton kërkush në asnjë koncert. Apo do zgjidhje 100 koncerte ku performon pa asnjë hit. Pyetje pak e ndërlikume ti. Për që kjo është edhe qëllimi, me konë ndërlikume. Më mirë këto pas një hit, sepse kam shumë dëshirë Të performoj. të performoj dhe t'i disponoj njerëzit dhe t'i shikoj njerëzit dhe më para vetës që zërin tim t'a adhurojnë ata. Edhe me një nuk e do kisha mbyll besoj. Po, hit botëror ama. Më mirë kjo e dyta, nuk më pëlqen. Hit botëror e di se kap dot edhe më mirë. Pa, ma jo, këtu thotë sikur. Sikur? Nështë ta e kishe boni këngë që kishte, këtë bota kishte këndu. Po t'ishte fat, ishte shumë kënaqësi. Po mendoj e mirë tash. A kishe zgjedh një këngë që e ndëgjon këtë bota dhe këndojnë, apo 100 koncerte me performu dhe me ikë të shtëpia pa tani gjuhë kërkush as i këngë pa asnjë hit. Unë them këto që e thash. Me performu. Me performu. Okej, bukur. A më vështirë për ty të mbash notën muzikore gjithmonë, Po. apo të mbash sekretet e showbizit? Sekretet? Sekretet jam tip që nuk është se flas shumë ose i mbaj sekretet shumë. I mban, pra Po. të më thonë, është më e vështirë me mbajt notën se sa sekretet, apo i mban sekretet? Jo, notën e mbaj, jo shumë mirë. Po, Bukur. Notën e mban shumë mirë. shumë Okej. mirë, po. Me nota s'kam problem. Apo a do preferoje fanca e shumt, pra shumë fanca, apo kritika të pakta? Kritika të pakta. Kritika të pakta. Në studio është më shqetësuese mikrofoni që nuk punon, apo producenti që të bezdis? Të dyja i kanë ato të veta të keq andej keq. Tani, po. a do zgjidhje një mikrofon që nuk punon, apo një cilat bezdis më shumë, apo një producent Jo. që të bezdis? Më mirë mikrofoni se do ja kisha fut me zë nëse kam disponim. Po, edhe pa mikrofon, me nqezu. Pa Po si mikrofone. me nqezu pa mikrofon? Me nqizu aja, po thu me nqizu, ja. Me nqezu, pra? Ja, producenti. Ma mirë producenti që të bezdis. Po, edhe të bezdisi me të vërtej ku i ndron. E kanë këtë problem këngëtarët. Do zgjidhje të dukeshe perfekt në skenë, bukur, Si gjithmonë, si gjithmonë, se kam dëshiron. apo të këndosh perfekt, por mos dukesh bukur. Pra, edhe herë, mendoj mirë, në skenë, mu dok bukur yll fare para shikuesve, para fansave, apo të këndosh bukur, por mos dukesh bukur. Jo, të këndoj bukur, që mos duken bukur s'është problem, veç të këndoj bukur dhe është gjë. E bukur ishte kjo. Po. Se unë kur shkoj në për vende ku i shih këngëtarët ose ku më shohin nuk i intereson shumë veshja ndoshta ose sa skenike, i ku se ka zërin e mirë. A kupton? Unë ka ndodhur kjo. Po veshja se cili këngëtar e zgjedhën vetë. Hajde më i gëzuar, Ela. Të Gëzuar. pi kafe. Po pra, se kështu je tamaqarti, s'pi do të as të nxjerr pija, s'ka si gjë s'bë. Ja, mas ma merr ftyrën, se para emisionit pive kafe, mas emisionit pin kafe, se po ma merr Do të ftyrën. ngacmoj pak, po ha. Se po ma ti u merr gjova ftyrën të para miliona njerëzve këtu. Jo, bëj shaka. S'është fare tamaqar, është mirë këprit. Do zgjidhje një duet me dikë që s'te duron dot, ai s'duron ty dot. Pra, domethënë me njëri që s'ka hiç qef për ty. Apo një koncert ku nuk të pëlqen vetja fare. Një koncert që s'pëlqen mu vetja si imazh apo si person, figur, si fizik, si veshje, si dukje, si imazh, po. Më mirë kjo. Sa me një person që s'të ka qef, s'bashkëpunon dot. Po. Okej, pra mu duk jo mirë. Jo mirë, po ma mirë se sa me këto që s'të ka qef. Disponohet ai pastaj. Më mirë trio. Në publik, në skenë, Ela, çfarë është më keq? Dikush që nuk të duar troket kur këndon, pra ti këndon edhe hik pa duar trokitje, që ndihesh shumë keq, artisti ka nevojë për duar Po, trokitje, e vërtet është. apo dikush që këndon keq bashkë me ty, këngët tua. Pra domethënë nuk ti din këngët. Ja fut tallavaj. Ti tu mundu me të kopju, me të nëngju këngë tua me shku sipas ritmit të vargjeve tua,
ja fut rrushë kumdha. Apo me ik pa duar tërkitje. Ku ndihesh më keq? Po keq këtej, keq andoj. Po ndjon të keq, po cilën kishe zgjedhur asnjëherë. Cilën kishe zgjedhur? Asnjëherën. Drejtori a gjithçka në nivel? Aha, po. Drejtori po thotë do të më zgjedh njërin. O, këtej të dytën po e zgjedh. E cila është e dyta? Ja, mami pa duar. Cila? Pa, a ishte pa duar tërkitje, pa E para ishte pa duar tërkitje. A, okay, e dyta si ishte? Unë të tallalti. E forti. Ela e gjigant. E dyta ishte që skandojnë do të këngët tua, nuk i din vargjet e këngëve, tekstin stalin. Po, ma mirë e para, dua tërkitjen, s'ma ndjen fare, unë e punë time e bëra, e një vetën time se si jam, tash i ka dhe njerëz negativa që s'to të dua tërkitjen. Punën time thotë Kjo ndodhen shumë. Këndova, duar tërkitje mia, po duar tërkitje. Të mirëpafshim. Unë kam dëshirë dua tërkisin, po ç'a të bësh? Do preferoje një këngë që të pëlqen shumë, që të pëlqehet shumë, pra do preferoje një këngë që të pëlqehet shumë, por nuk të sjell fitime, pra nuk të sjell pare. Apo një këngë që kritikohet shumë në publik, por që të sjell fitime. Pra, kritikat janë për mirë apo në përgjithësi? Po tash këngë që kritikohet si e keqe. Si e keqe? Tek po, kritika e keqe është. Okej. Këngë si e keqe, këngë si banale, si ka pëlqyer publikut, mirë po të ka sjell shumë pare. Po, ose apo një këngë që pëlqehet shumë, por nuk sjell pare. Po një që pëlqehet zakonisht sjell pare, një që e pëlqen njerëz. Mirë, po nuk të fton dikush, pëlqehet, po s'fton dikush për me të dhënë pare. Mirë, po pëlqehet shumë publik. Kjo më pëlqen. Cila? E para. E para. Që pëlqehet shumë, po. Që pëlqehet shumë, por mos me fitu. S'është problem. Keni mënyra tjera me fitu. Kena shpejnë ty. Po, kemi mënyra tjera, punojmë në vende tjera. Cili siklet është më i madh? Të harrosh tekstin apo të humbasësh zërin para koncertit, duke performuar? Zërin. Kjo është siklet më i madh. Më i madh. Se sa me haru tekstin. Të dyja janë të këqija, Po. ku i mendojmë të dyja janë të këqija, po unë them kjo e dyta është më ndryshe. Okej. Bukur shumë. Më e keqe. Ela, a kemi diçka për të shtuar kësaj interviste? Kemi diçka, unë të përshëndes ty një herë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën. Shumë faleminderit. Të uroj gëzuar festat. Shumë E të faleminderit. kalosh sa më mirë në Kosovë, besoj do i kalosh. Jo, do jem në Zvicër. Do jesh në Po, në Zvicër? Zvicër. Më vjen keq. Ti do ikësh andej? Unë do jem andej. Okej, bukur shumë. Sa atje është ajo qefi, kënaqësia, njerëzit e tanë. Atë Qa po e të bëj them? bumerang, unë kalofsh ti Dhe i mirë. përshëndes të gjithë shqiptarët dhe të gjithë fansat, dhe gjithë ata që na ndjekin, edhe shikoni këngët e mia dhe shpresoj t'ju pëlqejnë këto këngëtarëshme që do jenë. Të gjithë në YouTube, Ela Muja mundeni me pa Elën, me dëgju këngët e saj, edhe në Instagram ku çka dëshira. Dhe ju bëj ftesë edhe në Lensburg të vini të rregulloni thonjat, çerpikët. Po tash më qenë se the këtë Ela, ta çojmë deri në fund, ta bëjmë reklamën deri në fund. Ku ke dyqanin? Tu në Lensburg. Në cilin vend, se në Lensburg ka Ta shumë. themi me adresë. Po thuje më i keq se reklamën duhet të bë. Okej. Pa parë e ke, ja morim shpendit. Shpend. Ta çoj reklamën ty gjigant, se s'pen al shedorën, hajde mos tani. E Ku e kemi ke? në Lensburg të posta. Te posta në Lensburg, Po, në te Bahnhofi. Po, te Bahnhofi. Të gjithë gocat e këtu të Zvicrës, të Lensburgut, të Araut, se janë afër, ju ftoj që të rregulloni thojet dhe çerpikët, edhe make-upin e bëjon. Jam shumë profesioniste në make-up artist. Edhe ju ftoj të vini tek salloni im. Ju dua fort Ela dhe ju më pres me kënaqësi. Shumë faleminderit Ela, shumë faleminderit. Ku është kjo? Ja ku është kjo? Edhe kjo? Jena shqiptar. Ela, të uroj edhe ty gëzuar festat dhe kalosh sa më bukur me familjen në Kosovë. Faleminderit. Edhe të përshëndesim dhe të përcjellim me duar trokitje unë Big Up Fonjonas. Ela Muja!